Përshëndetje, përshëndetje për të gjithë ndjekësit e mi, veçanërisht për Briteo. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV, nga ky ambient shumë i ngrohtë që unë në fakt e kam krijuar që të jem çdo ditë pranë jush, të jem vetëm me ju për të sjellë lajmet më të fundit, ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më interesante tashmë nga jeta e artistëve shqiptar dhe ish banorëve të shtëpisë së Big Brotherit. Natën e mbrëmshme ka qenë after party, një after party që vuri në dukje edhe një herë banorët e asaj shtëpie. Entuziazmi ka qenë shumë i madh. I gjithë publiku shqiptar priste se si do të dukej Brikena dhe Mateo. Në fakt kam patur kërkesa të shumta. Tiron, a e ke parë çiftin, si duket çifti, si është pamja e tyre, me patjetër që sot do t'i komentojmë pak se si ato dukeshin brëm. Që janë precis dhe që janë të respektueshëm në festat të cilat organizohet, kjo as që diskutohet. Brikena dhe Mateo gjithmonë kanë ditur që t'japin zë momenteve të bukura. Dhe këtë e kemi kuptuar nga brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mateo ka qenë apo ka patur gjithmonë, edhe gjatë kohës kur ishte në Big Brother, ka patur këtë shpirtin e këtij djalit artistik. Unë mendoj që në ambientin ku shkon, në festën ku shkon, sidomos në një festë siç mbrëm ishte organizuar në nder të gjithë atij suksesi dhe në nder të posaçërisht të këtij ekipi, i cili qëndroi stoik drejt suksesit të madh, unë mendoj që duhet vlerësuar masovikisht momenti dhe Brikena dhe Mateo kishin bërë këtë gjë. Kishin vlerësuar ambientin, kishin vlerësuar vendin. Të veshur në mënyrë glamur, dua ta përgëzoj Mateon, ishte veshur me kostum të bardhë, një kostum i cili siç duket do ta shoqëroj edhe pak, sepse kostumi i bardhë simbolizon paqen, simbolizon dritën, simbolizon dashurinë, pozitivitetin, dhe Brikena ishte veshur në të kuqe. Dhe motra e Mateos, do me thënë Casey, e cila ishte pjesë e kësaj feste, ishte veshur në të kuqe. Do të kthehem pak në retrospektiv. Në momentin kur Brikena pati biseduar brenda shtëpisë së Big Brotherit me një nga ish banorët i cili me Senon bisedonte, se çfarë jete do kishte dashur, çfarë jete do kishte preferuar Brikena, çfarë momentesh do kishte preferuar, Brikena tregoi një jetë shumë tradicionale që ne, çuditërisht, nuk kemi mësuar që ta dëgjojmë nga artistët shqiptar. Tani, e vetmja nga artistet dhe personazhet publik, jo që dua ta përgëzoj, por unë e kam thënë gjithmonë që ka përzgjedhur të bëjë dhe jetën mediatike, por ndërthurje po bën dhe jetën tradicionale, do me thënë po jeton në një mënyrë të mrekullueshme me familjen e burrit të saj, me vjerën e saj, me njerëzit e saj të afërt, është Kiara Tito. Kiara Tito ka përzgjedhur që të jetojë dhe traditën dhe modernën. Do me thënë respekton familjen e burrit, jeton edhe e lumtur në rrugtimet e saj. Dhe pikërisht dhe Brikena në këtë bisedën që po bënte me Senon, atëherë tha që unë e dua jetën tradicionale. Një bisedë që në fakt u stër komentua, mbaj mend mori shumë lajka, mori shumë vëmendje se si mundet një vajzë e re, një mis të tregohet kaq tradicionale në atë kohë kur nuk njiheshte. Por gradualisht, Brikena u tregua tepër tradicionale dhe çdo ditë na tregonte një pikë nga përditshmëria e jetës, do me thënë çdo ditë na tregonte një qëllim nga misioni i saj dhe unë mendoj që ajo arriti që të tregon qëllimin të cilin e ka. Dhe natën e mbrëmshme e pa shumë të afërt me motrën e Mateos, do me thënë kjo tregon që dy gocat kanë filluar që të ndërtojnë një marrëdhënie shumë të bukur, kanë filluar që të ndërtojnë një shoqëri shumë të mirë, do me thënë kanë filluar që të jenë afër njëra tjetrës. Kjo është një diçka fantastike që në të vërtet nuk e gjen tek artistët e tjerë, do me thënë Brikena diti që
të bëj të lumtur dhe Mateon dhe motrën e tij, ato të cilët përflitnin që kjo lidhje nuk do të vazhdon, kjo lidhje nuk do të jetë afatgjate. Brikena nuk ka qëndruar në Tiranë, Brikena ka qenë në Prishtinë, por natën e mbrëmshme patjetër që kishte ardhur sepse do të ishte pjesë e festës dhe u duk shumë nice, shumë cute që më pëlqeu dhe me Mateon kishte një sjellje të mrekullueshme, domethënë puthje për qafime në atë ambient i cili ka qenë i stërmbushur me artist. Tani nëse më thoni Tirana, a ke patur kontakt dhe a ke marrur ato qëndrimet e para drejt këtyre banorëve, dhe drejt Brikenës dhe Mateos, po, kam patur një kontakt, kam marrur qëndrimet e para, kanë qenë që të dy domethënë të jashtëzakonshëm, që të dy kanë shëndritur në fest dhe thjesht e kanë vulosur atë ndjesinë e tyre të dashurisë. Tani, për shumë ato të cilët nuk besojnë në dashurinë e Brikenës edhe Mateos, unë veçanërisht, unë besoj shumë, sepse jam i bindur që Brikena dhe Mateo luftuan për këtë dashuri, ishte në fakt më shumë ai Mateo që luftoi për këtë dashuri, e priti Brikenën, do me thënë e mirë kuptoi Brikenën, edhe pse Brikena kishte hall tjetër se si do ta pranon familja Mateon, sepse janë në pyetje besimet, por familja e Brikenës u treguan shumë të qytetarizuar, u treguan zotrin të vërtet dhe unë mendoj që ky çift ja vlen që të mbështetet, ja vlen që të duartrokitet, ja vlen që të bëjmë suportin për to, një suport që realisht unë e bëj me shumë dashuri. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë ndër çiftet të vetëm post Selin dhe Gimbo që do t'jenë afatgjatë në rrugtimin e tyre dhe ndoshta do t'jenë të ngjajshëm me Kiarën dhe Luizin që do të kenë fëmijët. Domethënë kjo lidhje do të përfundon në martesë. Unë e shoh këtë lidhje në martesë sepse e shoh modestin e Mateos dhe Brikenës, por dua t'i përgëzoj, natën e mbrëmshme kanë qenë jashtëzakonisht glamur, kanë qenë jashtëzakonisht të bukur, që në fakt në Shqipëri më duhet ta them, kishte munguar një moment i këtill, një ngjarje e këtill, ku momentet glamur ishin pjesa kryesore. Do të thënë, ishte një moment i jashtëzakonshëm që unë e vlerësoj, e duar trokas dhe dua gjithmonë që çifti të jetë i këtill, do të thënë të shëndrit në këtë natë të madhe. Unë ju uroj vetëm të mirat, ju uroj suksese dhe me patjetër që ne do t'i ndjekim. Ato natën e mbrëmshme Brikena ka qëndruar mbrëm në Tiranë për të qenë sonte në post Big Brother, do të thënë realizimin e post Big Brotherit dhe besoj që do të jetë një moment i jashtëzakonshëm. Do të ketë debat, do të ketë luftra, do të ketë dinamika, diskutime, gjë që e cila përsëri do të na rikthej në ato emocionet e Big Brother VIP Albania. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të gjitha lajmet më të fundit nga arti shqiptar që do t'i gjeni në kanalin Monitor TV.